Çka është më e rrezikshme, Renata? Dallket e lumit, me atë gomonën, apo fashëthemet e shoqeve? Çka është më e rëndësishme? Muskujt e fortë për sport, apo gishtat e shpejt për Instagram? Më mirë me fitu garën në lum, apo me fitu garën kush ha më shumë flija? Për mu, I kam disa pyetje ndiqsha me lexu. okej. Tani kjo është si lloj pyetësore, lojë kështu. Ndiqsha me lexu, mos diçha mos diçha e lëm ashtu. Atëherë. Më mirë me fitu garën në lum, apo me fitu garën kush ha më shumë flija? Për mu, më mirë me fitu garën në lum. Gara në lum. Okej. Marash, ma e pshat logo 5 minuta, 2 minuta. Logo? Po, këta mrapa, se del ma bukur kështu. Kam qef Patjetër. këtë zemrën të me nxjerr shumë pa mirë. Ju kallëzu njerëzve që veç një është edhe born to be king. Çka është më e vështirë për me drejtu? Barkën kundër rrymes, pra atë gomonën kundër rrymes, apo është më vështirë me drejtu një djalë kokfort? Të kesh zemra me Renato. Se tash ka e djem kokfort sa dush, edhe ajo gomonja problem me mojt në ekuilibër. Cilin e kishe rregullu më kollaj? Një djalë kokfort apo gomonën drejt rrymes kundërt? Besoj që gomonën e kisha rregullu se ja ko marrë dorën. Ja ke marrë dorën. E djemt nuk i di qysh janë. Nuk e din që janë. Okej. Nëjse. Bukur. Përgjigje mirë. Në garë të lag uji, kurse në dasëm të lag shampanja. Cilën do zgjidhje? Në garën e Bunarfest, lagësh me ujë, në dasma, lagësh me shampanja. Cilën do zgjidhje mes tyre dyjave? Më mirë me mlag uji se sa shampanja. Bukur shumë. Më mirë një medalje ari, gold, apo një selfie që ti merr 100.000 like? Më mirë një medalje gold. Më mirë një medalje gold. Okej. Çka është më e rrezikshme, Renata? Dallket e lumit, me atë gomonën, apo fashëthemet e shoqeve? Thashë themet e shoqeve. Janë më të rrezikshme se sa. Më të rrezikshme. Okej. Okej. Më mirë të lodhesh 2 orë në stërvitje, apo 2 orë duke prit parukirën me tregullu? Më mirë me u lodh 2 orë në stërvitje. Okej. Kush është më i shpejt? Ti me gomonën në lum, apo një shqiptar kur dëgjon që po i vjen policia? Një shqiptar që kur dëgjon që po i vjen policia. Është më i shpejt. Për me i hik, okej. Më mirë të përfundosh e para në garë, apo e para në rallë të Byrektoria? E para në garë, gjithmonë. Okej. Çka është më e rëndësishme? Muskujt e fortë për sport, apo gishtat e shpejt për Instagram? Muskujt e fortë për sport. Në lum jeti kapiteni, po, okej. Në lum jeti kapitenja, pra në lum jeti kapitenja. Në shtëpi kush e ka timonin? Babi. Babi. Do të rokiti edhe për babin, edhe për mamin, edhe për Renata. Renata, ja ku është kjo kamera, është e jotja.